Ka ardhur duke u reduktuar dhe po shkon drejt përmirësimit situata me përmbytjet në territorin e Bashkisë së Shkodrës. Të dhënat e fundit nga emergjenca civile flasin se në 24 orët e fundit në zonën e Dajçit ka një rënje të nivelit të ujit, ndërsa te korrelat e Shirçit nuk ka më prezencë. Gjithashtu në aksin rrugor të Obotit ka një prezencë uji në nivelin rreth 20 deri në 30 cm me tendencë rënje. Transporti i banorëve në zonat e prekura vijon të realizohet nga Regjimenti Komsori Severiut me një automjet me kalueshmëri të lartë dhe 5 efektiv të forcave të armatosura. Në 3 bashkitë e tjera të qarkut, në Vallën e Desë, në Malësi të Madhe dhe në Puk, situata paraqitet e qëndrueshme dhe nuk ka problematika. Niveli i lumit Drin në Baçallë ka rrinë në kuotën e 7.2 metrave, lumi Buna në kuotën 8.30 metër në Pazar dhe 6.40 metër në Dajç. Hidrovorët vijojnë të funksionojnë normalisht në kuotën 1.90 metër, duke garantuar menaxhim të prurjeve. Sa i përket akseve rrugore, qarkullimi në qaf Mali Fierz dhe kryqëzim Hadroi qaf Ben kryet me goma dimrore dhe zinxhir. Në akset rrugore Dedaj Razën, Bog Qafthore Thedh dhe Hanihotit Vermosh, të gjitha janë të kalueshme, por kërkohet respektim rigoroz i rregullave të qarkullimit, i sinjalistikës dhe i gomave dimrore dhe zinxhirëve, veçanërisht gjatorëve të drekës. Problematikat më të mëdha paraqiten në Qafthore, ku rritja e temperaturave kthehet në rrezik për rënje të orteqeve. Emergjencat civile bëjnë me dije se po e ndjekin në vazhdimsi situatën, që po shkon drejt normalizimit të plotë.